Loren! Zëra pranë vllajt të madh më kanë thënë se ti je baloria e parë e konfirmuar për edicionin e 5 të Big Brother VIP. What the fuck? Këtë vit pret të fitosh ndonjë çmim? Po do të kënjej atë thoj ajo. Unë jam takuar me Elvanën para shumë vitesh, kemi tentuar të shkruajmë një gjë bashkë. Çfarë këngë do këndoje nëse dikush po tenton të vjedhë çantën? Bitch, but I have my money. Unë kam në plan mbas sa vitesh. Jo. Sa vjeçe ke qenë kur ke dhënë puthjen e parë? Mami, mos e shif këtë. Po s'përputhet pra duhet shkojmë përputhen. Mos ndryshon. Lidri Vula, Noizi apo Don Johnny? Do kisha dalë në date me Prindi duhet bëj një këngë me muajin që s'do Nëse do që Lozana do të them që s'm ka pëlqyer vjet, se mund të kisha fitu vet. Ma ke këtë kohën mrapa. Është për kasap kjo. Jam me mirë, nuk po i lojna, ojna qef si tojna. Au! Je mrekullueshme. What the fuck? What the fuck? Hello everybody! Yeah. E ja dhe tenori ynë këtu, ky duhet të ndroj fush, duhet të shkoj në Që kur më tha Xheti që ti ke zë, më jau, më mbyllën në goja. Po të shkusur kemi ne. Sponsor fix kemi ne. Taksira. Ej, e keni vënë në re që së fundmi, bota e showbizit është fokusuar më shumë te kënga dhe sikur personazhet e reality show-ve sikur kanë rënë pak në qetësi. Unë tani vetëm Katerinën e përputhen di, domethënë. Vetëm ajo është ikona e momentit. Unpopular opinion, pa ajo është i diva në sytë. Ua, i kishte përtitur këtë episodin e fundit aty. Pse gënjen? Po pse i zjat ato gërma duke Për nga Greqia. Po se ka nga Greqia, pra nuk di të flasi shumë mirë skip. Tani, problemi qëndron që reality shows kanë pasur një maj vëmendjeje, klikimesh të frikshme dhe gjitha personazhet që ishin pjesë aty klikoheshin në portale, bënin shumë buj, lajmet që kanë qenë kryefjala e momentit. Po, dhe të shumtë kanë qenë ata të cilët kanë përfituar nga kjo gjë dhe kanë shfrytzuar për të ndërtuar një karrierë, për të ndërtuar një karrierë më pas për të fund Big Brother. Po, dhe pastaj për të shkatruar atë. Për shembull, Teatri Fonin ishte nisi si mesazhiere te ka një mesazh për ty te Ardit Xhebrea. Mesazhiere. Po, mesazhesh. Pastaj u fut në përputhen dhe aty pati kulmin e vet si personazh, sepse u përfol shumë për historinë e fshehtë që pati me një konkurrent tjetër aty Beartin, se me Andin dilte dhe me Beartin ishte lidhur me sa duket në të vërtetë. Më kujtohet atëherë që është bërë shumë buje madhe, madje ne mezi prisnim episodin e përputhes që merrti 1 milion klikime në ditë. Dhe fakti që Olca Muhameti xhironte ato shumë para, duhet prisja 1-2 ditë që të merrje reagimin që kishin dalë fotot e Beartit. Po, pastaj Tea u fut në Big Brother, po aty duket si me thënë që nisi rënja dhe pastaj u zhduk. Unë u futa pak në Instagramin e saj dhe kishte muaj të tërë pa postuar, që në qershor duket që nuk e do vëmendjen Tea. Ndoshta është lodhur, por gjyna që nuk e shfrytëzoi sepse nëse në vendin e saj do ishin persona të tjerë, do e shfrytëzonin. Ka qenë shumë personazh, ta themi këtë, pra për disa muaj ishte vëmendja vetëm mbi të. Por dhe personazhet që kanë qenë në Big Brother kur bëhej me njerëz të panjohur, ka pas goxha sukses dhe kemi pas emra shumë të suksesshëm të cilët kanë pas dhe një karrierë. Si rasti i Seldi Qalliu që u bë një këngëtar mjaft në Big Brother. Po, te Big Brother me njerëz të thjeshtë. Po Seldi nga Bigu ka dalë dhe bashkëpunimit të tij të shumta me Sinani, një karrierë shumë e suksesshme dhe duket që Seldi tashmë është larguar nga Shqipëria, ai thuhet që jeton në mirë, po së fundmi në gusht më duket kishte nxjerrë një këngë të re, po unë kam dëgjuar pak se isha kurioze ta shikoja Seldin në një version tjetër me kështu këngë amerikane. Po nuk e di që kur u nda atëherë me pas fejesës me Mimoza Shkodrën, sikur nuk pati një jetë shumë stabil personale dhe pastaj zgjodhi thjesht të zhdukej. Që ndarja me Mimozën e ka trondita aq shumë sa që u larg bë nga Shqipëria ose e ka bërë atë këngë ndarja Mimoza për Seldin? Nuk e di, ajo me Unazën. Tani
Tani me thënë të drejtën, kur e do shumë një njeri, sigurisht që të ndikon Patjetër. në gjendjen tënde Mirë, emocionale, po po, s'besoj e kanë që zemër lidhet përpara. vetëm me këtë ikja. Po gjuna që Seldi është larguar se bënte super këngë dhe hite me Sinanin sidomos. Kush është tjetër që është zhdukur për shembull nga Ta them Bigu? unë, ka qenë një person I cili dilte kudo. Orë për ca kohë në frigorifer të dilte. Ishte Adheu. Adhe Xharavina. Adheu, madje edhe njëra e përmend ti s'ke shpat për Adheu në kolofon. Duket që Adheu ka prerë kontratën me Olsen që nuk po del më asgjë. Olsa e merrte kudo. Ku ishte Olsa ishte Adheu. Adheu e nisi karrierën e tij në përputhen, më pas u bë pjesë e Big Brother VIP Kosovës. Kur ishte në përputhen, u përfol disa kohë edhe se mund të kishte një lidhje të mundshme atëherë me Bora Zemanin, po pastaj ai doli Ishte dhe e thashë hodhi. them, Ishte po. thashë them dhe ai doli dhe e hodhi poshtë si Po, thashë dhe them. me Olsen pastaj Njerëzit që thotë ishin që na po lëdoni ishin njerëzit. kurioz, njerëzit të dinin me kë është I lidhur Adheu dhe Adheu thjesht kishte mbyll dhe rrjetet sociale, më duket. Po Adheu ka qenë goxha personazh që shfaqen shkudon. Shadolli edhe në Big Brother VIP Albania doli. Po. Një herë, dy herë më duket diçka. Jo tjetër. Albania, Kosova. Po dhe Albania se erdhi surprizë Ariola Demir. Se kisha harruar këtë fakt. Po, mirë kujtova. Me që jemi akoma të përputhen, unë do përmend dhe Beartin që ishte I lidhur Po. me Tean. Po gjitha do janë harruar dhe Po, dhe Bearti është është martuar bërë dhe baba, po, ka po. dhe një fëmijë edhe ai duket se merret me rrjetet sociale se kishte shumë followers dhe nuk I kishte mbyllur, po ideja është që nuk janë më aktiv në televizion, janë Po. tërhequr nga jeta publike. Shiko, nga të gjithë këto personazhe që ne po përmendim, një personazh që mua më ka ngel shumë kështu pikë në zemër, nuk është se është e njohur nga reality show, por ishte pjesë e një reality show që ndikoi në zhdukjen e saj. Bëhet fjalë për Beatrix Ramosaj, Beatrix. që mori pjesë në Big Brother VIP 1 te I pari Dhe fare. Beatrixa unë mendoj që është Trixa. paragjykuar shumë dhe shqiptarët I kanë rënë, ta themin me fjalë popullore, në qaf I kanë rënë më shumë. shumë se sa duhet, sepse është një vajzë shumë e çiltër dhe e Trixës udhëheqe. kemi një bord, që Mua, realisht po. më ka, e di se endi, më vjen shumë, jo, nuk dua Se të ishte gjyna, shumë e po vjen çiltër. Unë mendoj që dhe komentet e shqiptarëve ishin aq dashakeqe ndaj Është e saj vërtet. dhe mund të kenë ndikuar edhe në ikjen e saj dhe mua domethënë do doja shumë që Beatrixa të rikthej në Shqipëri dhe në muzikë, Më pëlqen sepse shumë. është Mbi të ndër të gjitha është dhe talentuar, ka një zë është e shumë talentuar veçantë. dhe është ndër të paktët artist në Shqipëri që ka çiltërsinë dhe pozitivitetin që nuk e kanë pjesa më e Pëlqen shumë madhe. Beatrixa për më është nga zërat më të bukur që realisht I duhet tregut muzikor shqiptar kosovar wherever. Tani ajo është në SBA, nuk jeton në Shqipëri, Po. thuhet që punon atje, kështu që I urojmë të jetë mirë në radhë të parë edhe pse Albania, larg syrit ata janë publik. larguar familjarisht, kanë përshtypjen sepse dhe Alban Ramosaj ka ikur. E vërtet edhe kjo. Një personazh tjetër që është zhdukur nga qendra e vëmendjes është Ana Kauri. Një ishtë përputhse. Dhe Ana Leshim kujto, dhe Ana Leshi se nga Të bëhet. gjitha Anat e përputhen se ndoshta. Por Ana Kauri ishte ajo e cila bashkë me Ana Leshin ishin atë sezonin e famshëm, edhe tani është aktive disi në rrjetet sociale, po nuk është se kemi Mua dëgjuar. më doli një herë një foto. Edhe po është Edhe më duket ka akuzuar bërë për shumë ndryshime, operacione. po për ndryshime estetike, për thonë që ka bërë operacione, po Ku I di? Jo, do me thonë Po, operacion. sa them unë tani? Jo thonë, sepse ndryshimet janë të dukshme po. nga Mirë, okay, hyrja tashi. në përputhen dhe Prekje ka tani, bërë, prekje po tani se patjetër. çase ku punë I e din saj. vetë, Por punët e tyre. më vjen shumë keq sepse pash një foto në internet ku ishte në episodin e parë që ka qenë në përputhje dhe ishte një vajzë shumë e çiltër, kishte atë buzëqeshjen syt, edhe ndonjëherë Televizioni. operacionet të bëjnë Po mirë, po kjo do po mirë, po dukesh s'do thot- njësoj, nuk e di, humba atë çiltërsinë, atë Po si e pavajsinë. çiltërsi se bën hundën për shkak apo bën buze të filla. Po nuk ishte rasti Janës. Jo, thjesht ose I përshtatesh një lloj standardi që edhe televizioni ta kërkon diçka të varet. Tani lista e personazheve të reality show-ve që kanë humbur është e gjatë, ne do vazhdojmë investigimin ton deri në fund të sezonit, por Sa kemi takati njerëz. tani do bëjmë një lojë shumë interesante. Okay. Kemi disa lajme të cilat nuk janë të vërteta, po janë lajme që mund të ndodhin, janë hipotetike dhe ne do reagojmë Okej, super. së bashku Okej. Let's do this. se si do reagonin dhe me cilën pije të lajthizës do festonin për këtë lajm ose do bënim gëzuar Do do bënim reagonim. Okej, do shpikim lajme Po, do shpikim lajmet të cilat Okej. I kemi gjatë të përcaktuara. Lajmi I parë. Arbana Osmani rikthehet në prezantimin e Big Brother VIP. Me këtë lajthis do festoja unë.
Patjetër me Premium Cola Balajthiza me një kuqe të flak, sepse Arbana është e flak, më kujtojnë ato fustanet e saj të kuqe në finale. Ta vesh dytop. I ndronte më shpesh se kollaret e Ediramës. Bravo Bana. Gëzuar me Premium Cola. Ndërsa një super lajm për mua do ishte Ronela Hayati martohet në mars të 2026. Patjetër, gjithmonë Ronela. Unë mendoj ty me gjithë pijet e Lajthizës, duke. Çdo pije të mundshme. Ua, më kujton ato videoklipe çu. Me shampanja, me kështu. Por unë do festoja me Premium Ox Leila, me passion fruit. Do i luje fen. Ka taksa pres ftesën. Ndërkohë çuna, un kam një super lajm. Dhurata Dora poston foto në Instagram që është në pritje të ëmbël. Mos, ne as nuk e dim që ka partner. Unë nuk e di, a ka partner apo jo, po unë nëse dhurata do ishte shtatzën, do festoja me Tonic Water by Lajthiza. Se më duket shumë dhe i shëndetshëm, kupton për grua shtatzën. Interesante, I përshtatet tematikës. Më pëlqen. Ndërkohë lajmi tjetër që un kam, që besoj që ty Kostian do të gëzoj shumë. Oh. Pajtohet Mirie Braja dhe Remzia Osmani. Opa! Tani presim thjesht një dasëm. Do festoja me Lemonade Premium Balajthiza, sepse ka këto limonat që i përshtaten, është mondan, është shumë fin limoni, po, kështu që gëzuar. Portofino i verdh, limoni bjonde. Për një fustan me limon mund ta vishte. Mund ta vishte. Mos e ka veshur se nuk e di. Ndërkohë një super lajm. Flori Momajesi rikthehet me një koncert në stadium. No, këtë mezi po e prisnim. Është për folur, kështu që festo tani. Absolutisht me një oksi portokalli, një super festim, atmosferë, gjallëri. Absolutisht Flori Momajesi, mund ta taksa dhe ty këtë. Ndërkohë çuna, unë do ju them një lajm që ju nuk e prisni. Fejohet Noizi. Dhe me qa do festoja unë? Premium Cola Balajthiza. Do thoni ju pse? E pritshme. Pse? Simboli dasmave, fejesave. A do lagë orën e Premium Cola? Do ishte shumë interesante në fakt, se çunat i kanë qefto, Noizi urime në dhe me trashëgime. Në një ndër lajme që urojmë që të jetë i vërtetë. Në kokë të Noizi dhe të Florit për një koncert, e kishim dasma fejesa ças kishim. Ndërkohë ti misi këtë javë ke bredh, ndopak? Unë brodha, po, sigurisht, unë çdo javë kam bredhur, kam gjezdisur. Dhe gjezdisur në të njëjtin vend. Kam gjezdisur gjithmonë në shesh. Sepse aty njerëzit japin përgjigjet më epike. Çfarë i ke pyetur më? Tani unë këtë herë i pyeta se cili është personazhi i tyre televiziv i preferuar dhe ai që kur e shohin ndrojnë kanalin se nuk i pëlqen ai shumë. E thanë që pse ndrojnë kanalin kur shohin Fatosin? Apo prisja këtë nga Nuk e di, Fatosi nuk e thanë asnjë moment. Nuk ndrojnë kanal sepse ne jemi në YouTube, kështu që të shohim çka kanë thënë dhe e shohim. Sot kam ardhur që të pyes njerëzit se cili është personazhi i tyre televiziv i preferuar, qoftë nga arti, qoftë nga media, dhe cili është personazhi të cilin nuk e kanë dhe shumë qef. Hajdeni dhe të shohim përgjigjet e tyre bashk. Tani më thuaj një emër të një VIP shqiptar për të cilin ti vdes mbaron e ke shumë qef. Po Ardi Gjibrer, pasi e shoh çdo të diel dhe shpresoj që duke i dhënë këtë mesazh do ma kaloj emrin te Telebingoja. Okej. Po një emër të një VIP-i të cilin ti nuk e dëgjon dot, ndron kanalin sa herë të del përpara. Po stresi? Stresi. Pse? Është i PS-s tani dhe jam alergjik me Partinë Socialiste. Këngëtar, Luizellin e pëlqej shumë. E pëlqen Luizin. Po jo thjesht se ishte futur në Big Brother, absolutisht s'ka lidhje. E njoh që në ethet e së premtes që kur fitoi dhe shkoi në Eurovision e kam dashuruar si këngëtar. Kush është një këngë e Luizit që ty të pëlqen? Më pëlqejnë shumë. Të gjitha këngët e Luizit i dua. Po emrin e një personazhi cilin sa herë she thua më pëlqen ky, e ndron televizorin. Politikan përgjithësi nuk i pëlqej. Po artistat për shembull ose ndonjë moderator që nuk më pëlqen. Mua, Blendi Fevziu. Blendi Fevziu, pse? Po se e kam dashur shumë tani se di.
Nuk të ngjit. Është bërë shumë virale dhe ka filluar të mos më ngjith shumë. Po në përgjithësi si shoh shumë. Ja, Arditi. është më përgatituri. Të pëlqen shumë? Po një që s'të pëlqen, sa herë she thua, s'është i mirë ky në gjën që bën, nuk më pëlqen. Po dikush nuk mund të përmendem, po dikush që nuk fol mirë, nuk e përket aty në popullsisë, njerëzot. Për shembull të them unë disa emra, Luiz Zeili, Alban Skënderaj, Bleona Qereti, Alketa Vejsiu. Këta janë kot, Gjithë janë kot? mos më pëlqen. Asnjëri. Asnjëri nga këta. Po pse? Sepse nuk kanë atë realën. Po thua që shesin atë që nuk janë falca. Falca nuk tregojnë realën, po tregojnë ata që s'janë. Ne duam realën. Parashevia. Parashevia. Pse të pëlqen Parashevia? Këngët e Parashevisë. Janë të bukura? Shumë të bukura, të shkëlqyeshme. Po u zhduk Parashevia disa kohë, po prap ishte aq e mirë sa ty të pëlqen? Jo, më pëlqen, që të pëlqen gocë. Blendi Peziu s'më pëlqen fare. Po pse s'të pëlqen Blendi? S'më pëlqen fare. Po s'të pëlqen mënyra si prezanton, s'të pëlqen nga pamja, s'të pëlqen si flet. Nga ato lakra që i kam mren. Po nuk kam nej. Të preferuar. Jo. Mendon që nuk ka të mirë mjaftueshëm në Shqipëri sa për të pasur një të preferuar? Ka po varet si interpretojnë interesat e tyre. Për shembull, një preferuar që than ishte Luiz Zeili. Është shumë i mirë, than njerëzit përpara. Kush është ky Luiz Zeili? Është ai që ka fituar Big Brother. Jo. Ndërsa dikush që nuk para e pëlqenin ishte Blendi Fevziu. Bëjmë maturuari si ta them unë në gjuhë. Më i pjekuri. Më i pjekuri flik. Ta themi shqip, më i pjekuri. Pra është i mirë Blendi sipas teje. Më i pjekuri, po. Pasa që janë këto që shkya. Ky Gjero Kastriti. Ardit Xhebrea. Jo se nuk kam në antipati, por Nuk të pëlqen shumë. ka shumë lajka e themi neve. Do më thonë ka shumë falco. Prandaj nuk të pëlqen. Pra nesme pëlqen. Nuk të duket që është i vërtet në ekran. Jo. Në ekran s'ka asë njëri të vërtet. Ma shqip. I veçan, Arditin e pëlqej. E pëlqej. Ha buk veç Arditi. Është me i amil, është me i pranushëm. Po dikush që nuk të pëlqen shumë në ekranet shqiptare, nuk të Kemi ne pëlqen një shumë. fjalë të bukur shkodranisht, do më shajnë me rrët se me këç. Po s'di. Luiz Zeili për shembull, që na ka përfaqësuar dhe në Eurovision. Dhe është Shkodran. E njoh mirë, e njoh hapur. Ndoshta e kam gjerë ndër të paret në skenë. Se kam punuar në shkollë. E ke nxjerr ti në Luizin. Paret, ka qenë edhe Luizi që e kam gjerë jo. E di mirë atë punë, e njoh mirë se kush. Po, si të duket ty vokali i Luizit? Simpatik. Simpatik. Ka nevojë për përmirësime? Unë mendoj se po. Si të zhdukur Luizi atëherë përpara shumë vitesh me Luizin që është tani? Ka ndryshime të mëdha, Tirana i ka dhënë një shtysë të jashtëzakonshme, po i marrë me radhë shumë deputete ku ma lartë e disa tjerë, që në politikën me shumë gjëra tjera, ndryshojmë se politika e disa sfera. Është bërë më i mirë Luizi. Si s'është bërë më i mirë? Që flet kohët? Po i ri si ka qenë, i mirë ka qenë dhe atëherë? I sjellshëm apo? Afërsisht. Dikush që nuk të pëlqen shumë, nuk është aq i mirë në gjën që bën. Tashi si kemi marrë kaq me mësi të gjithë sepse ku sa pëlqen e çojmë dhe ikim merrem me diçka tjetër e mbyllim atë program. Ja pra kemi rikthyer në këtë pjesë të emisionit kur ne jemi së bashku me një super artiste. Zërin e saj keni dëgjuar kudo, në këngë të ndryshme, në koncerte, festivale. Jemi shumë të lumtur që e kemi sot me ne Loren! Mirë se erdhe Loren! Publiku në studio ju lutem duar trokitja. Faleminderit. What the fuck?
Lore, më lejo të them që je e bukur edhe në kamera, po dhe live. Je bukur edhe. Sot që ke kombinuar me Misin. Po, dhe mbi të gjitha vlen të theksohet se je një ndër artistet më pozitive. Më e mirë kështu e ëmbël gjithkohës. A bësh ndonjëherë me nerva ty se kam dash gjithmonë të Shumë po ne kemi nervat shumë të këqija kur i kemi. Ju të urtët. Ne të urtët. Ne që s'dukemi. Ju të bëni të pabërë. Ne, po, nuk është se kam ndonjë formë se si e nxjerr nervin, po nëse do kishte në një rage room, nuk e di a ka këtu. Ka. Është këtu. Po ti e ke zërin shumë kristal, jam kurioz si u Loreti. Jo, jam komplet bas bariton. Imagjino Loren duket. What the fuck me bas bariton? What the fuck? Still. Lore, po si ka qenë kjo periudhë për ty? Shumë ngarkuar, shumë. Unë jam në këngë magjike tani. Kënga Amanet apo jo? Në Amanet. Si lindi kënga? Në studio, siç lindin zakonisht këngët, po fillimisht ne po bisedonim me çunat e studios që duhet të sjellim një gjë që nuk ka asnjë ngjashmëri me këngën që unë kisha vjet në këngë magjike. Nuk doja të vija me balada, nuk doja të përsëritesha, si për nga luku, ashtu edhe për nga kënga. Dhe sollëm Amanet si në kontrast total me këngën e vjetshme. Për diçka ndryshe. Pikërisht. A kishe frikë se si do e prisni njerëzit këtë ndryshim, se për një artist është e guximshme të ndryshoj zhanrin dhe stilin e tij në muzikë? E vërtet, unë jam mësuar sepse që nga momenti i parë që kam dalë, kam bërë shumë eksperimente me muzikën. Kam kaluar nga muzika house, elektronike, në pop balada, në gjëra pak më soft, dhe për mua të bëj kalime të tilla, kapërcime të tilla të zhanreve. Është okay dhe je mësuar. Është super qef. Tani, po ti vjet ke fituar një çmim dhe ne kemi qenë bashkë dhe i përjetuam bashkë emocionet e tua. Po, këtë vit pret të fitosh ndonjë çmim, për shembull këngën magjike? Po do të kënjea të thoya jo. Kushdo që hyn në një kompeticion dëshiron të fitojë. Me rëndësi është pjesëmarrje. Jo. Me rëndësi është ai çmimi, ai trofeu. Do kisha qef ta ngrija njëra. Ku e mban atë trofeun te shtëpia? E kam aty përpara në sipër kompjuterit atë domostime aty ku studioj, po e mora para ca ditësh. I the, është koha për dikë tjetër. Mos rish vetë. Është koha të dorëzoj besnjuar. E di si më duken mua këto çmimet e këngëtarëve, si për shembull ne që marrim diplomën dhe varim aty në mur dhe i themi të shtëpisë, shikoje tani. Ndryshe nga ne me diplomën si pim lëngu. Po deri vjet që unë solla çmim në shtëpi, shtëpisë time ishin kështu, domethënë, kur do sjellësh gjë, siç kur mbaron universitetin, kur do diplomohesh. Meqense jemi këtu, a është e vështirë të jesh artist i ri në Shqipëri? Ke ato pikpyetjet, ke skepticizmin e njerëzve? E di si është si të ngjisësh malin me taka 12-çe. A që vështirë? Unë e ngjis me 15 që zakonisht edhe can't relate, po. Ti je toksor, s'ke lidhje. Jo, është shumë e vështirë. Talent ka shumë, po duhet gjesh veten, duhet individualitet, duhet karakter shumë i fortë, edhe të gjesh forma smart se si të hysh në treg. Po për artistët e mëdhenj, pra ti je një artiste e re, a e ke ndjer veten të përkrahur nga to, apo është e vështirë të vendosin barriera? Ka pasur shumë artistë që më ka përkrahur, them drejtën, unë s'kam pritshmëri në këtë sens, në këtë drejtim, sepse do doja që të kishe një dëshirë të brendshme për të më përkrahur. Kush ka parë mundësi, nuk është se kam ndjer në një kjo është karrika ime dhe nuk e liroj. Sepse unë vi edhe me një zhanër totalisht ndryshe, po tentoj të bëj të vë emrin tim, të bëj një revolucion në muzikë, se kam ndjerë. Do doje që të kishe bashkëpunime me një artist, big të themi me këto artistët in të momentit? Me kë për shembull. Kush do ishte ai që do përshtatej dhe me stilin tënd? Unë vdes për gocat. Unë dua shumë bashkëpunimet me gocat. Që ndodhin shumë pak, me thënë të drejtën në Shqipëri. A keni zdilim me njëra tjetrën? Në rastin tim jo, sepse kam përshtypjen që unë do sjellja një gjë ndryshe, nuk kam shumë të ngjashme në treg, po që Elvana ne kam. Me Elvana Gjata. Zoti i madh. E ke pikë të
robët. Kudo që gjej hapësirë e përmend për bashkëpunim, në rast se do t'i bien vesh. I ke shkruar, ti tentuar që ti shkruash Elvanës? Unë jam takuar me Elvanën para shumë vitesh, kemi tentuar të shkruajmë një gjë bashk, po jo për bashkëpunim, ishte për një këngë të saj që po tentonte të bënte një tekst në anglisht, edhe mua që në fillimet mia më ka ardhur shumë spontanisht që të shkruaja në anglisht. Është më e thjeshtë në fakt. A u publiku kënga? Nuk u publikua, nuk doli kurrë, si edhe nuk finalizua kur. Kam pas interaktim me Elvanën dhe ka qenë shumë qef. Lore, me që jemi te teksti, jam shumë kurios të di diçka. Kam vëre që artistët e rinj shkruajnë tekste për të tjerë deri në një farë pike derisa bëhen artistë të konfirmuar dhe më pas sikur i dhimbse të shkruajnë për të tjerë dhe shkruajnë vetëm për vete. Ty a nuk të dhimbset kur shkruan tekste për të tjerët? E kam dëgjuar që është ky fenomen, po unë momentalisht nuk po shkruaj për asnjë artist shqiptar. Të gjithë këngët që kam shkruar dhe i kam çuar producentëve, DJ-ve të ndryshëm janë të huaj. I ke fëmijët në përbot. I ke shpërndar, kam ca dënëra kështu. Sa kene kam shpërndar. A e ke qëllim të bëhesh një artiste ndërkombëtare dhe të qash edhe për te tregut shqiptar në muzikë? Kush nuk kaq? Ai është piku, është orgazma për çdo artist, absolutisht që po. Po unë po mundohem të punoj me 2 tregjet paralelisht. Po me rëndësi është që rrënjët t'i vë këtu. Po, që jenë rrënjët e forta këtu. Absolutisht. Tani është koha që këtë intervistë bëjmë edhe më fani, me një super zë si Lore. Unë do t'jap disa situata të ndryshme. Dhe ti do duhet të gjesh këngën në cilën supozimisht do këndoje në këtë situata. Do të këndoj një këngë, çfarë këngë do i përshtate. Atëherë, situata e parë. Çfarë këngë do këndoje nëse dikush po tenton të vjedhë çantën? Bitch, but I have my money. That shit don't be well enough. Çfarë këngë do këndoje nëse do ngecje në ashensor? Nëse do ngecje në ashensor. Hello from the other side. I wish I knew. Okay, kaq ti nga kjo. Çfarë këngë do këndoje nëse do të telefononte ishi për një shans të dytë? Spicy kjo. Ma mirë jo. Mute komplet? Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Tjetra. Walk away. Jepi. It's important. Walk away, go away. Gjave mirë të bësh, jepi. Çfarë këngë do këndoje nëse uji në dush është shumë i ftohtë? Të ka ndodhur? Unë kam qef ujë në ftohtë në dush. Po mirë, nëse dush e i nxehtë. Po, nëse dush e i nxehtë. Zjarre ftohtë. Jo, i vazhdoj. Zjarre ftohtë. Le të flasim për art. Tjetra, çfarë këngë do këndoje nëse ke ngecur në trafik në Kamës? Specifikisht, është specifikuar. Në Kamës duhet specifikuar, okay. Për gjithë kamzaliet i përshëndesim. Jesse? Okay. I'm on the halfway to hell. Nuk di se gjetur ashtu. Super. Nuk e di këto merdhen me një. Në, super, është perfekte. Këto ishin dhe situatat, ishin situata që mundet të ndodhin në përditshmëri. Dhe ti bashkangjisesh një këngë. Çfarë do bësh? S'ke të intereson veten. Por ky është momenti që ne bashkë të bëjmë rubrikën me pyetjet djegëse. U bëre shumë serioze. Përpara teje ke një bazkat me cilën do na ndihmoj Kostiani. Jo bazkat, por në bazë. Dhe historia është unë jam fiksuar dhe e quaj gjithmonë bazkat dhe më lë. Dhe nuk e quaj bazka. Dhe me qëse përmënë baska, unë kam në plan bas sa vite. Jo. Seriozisht do ta provosh? Do bësh njësoj si ky baska? A e premton këtu publikisht që do e bësh? Do e bëj. Edhe do vish këtu pas. Duhet vinë dhe këngët që vetë super. Fortuna. Atëherë Lore, kjo është për ty. Na ndihmon stewardesa jo me baska. Dhe ne jemi gati për disa pyetje rrufe. Unë do të pyes, ti do shtypësh bazerin dhe do përgjigjesh me fjalën e parë që ty të vjen në ndërmend. Okej, jemi gati? Mund ta ngresh pak që të duket edhe në kamera? Okej, këtu. Jep. Fillojmë. Nëse nuk do këndoje, çfarë pune do bëje? Apo do ta shtyp pas? Jo, do shtyp. Do dizajnoja lingerie.
Vitalizim. Spicy. Yes. Kur je vetëm, çfarë i thua vetes? Vetëm çfarë thana? Çfarë thana vetëm? Vetëm tek pull natën. Vetëm tek pull. Je shtrim. Nuk e di nisi është shumë filozofike me këtë pyetje. Okej, të së fundmi, unë do fitoj këngën magjike. Affirmations. Cilat janë 3 pjesët e preferuara në trupin tënd? Syt, Approve. buzët, Approve. and the girls. The girl. The girl. Okej. Çfarë gënjeshtre ke thënë së fundmi? Unë gënjej gjithmonë, para se të dal, jam gjithmonë me justifikimet, sa kam dal nga dushi, sa kam hyrë në shtëpi, jam me morti. Do me thënë, e ke bezdi që të dalësh dhe gënjen gjithmonë për këtë. Gjithmonë që të fitoj më shumë kohë, thjesht kaq. Cila është fjala e parë që thua kur je me nerva? Net. Sa vjeçe ke qenë kur ke dhënë puthjen e parë? Kujdes mamin. Mami, mos e shif këtë. 15. Sweetheart. Ka qenë moshatar? Kinema, po. Në kinema? Sa romantik. Qa filmi? Pse cringe? E mandën filmin? Një film romantik ka qenë. Normalisht se kush puthet në horror. Atë mos e thuaj. Cila është frika jote më e madhe? Unë kam, seriozisht tani, unë kam frikë nga vdekja. Edhe kjo gjë kam përshtypjen se duhet kuruar me terapi. Unë nuk e konceptoj dot fare vdekjen. Nuk e kam fare vdekjen si koncept. Unë nuk e di çan. Po, edhe një gjë e panjohur të frikson. Më mirë, sepse jeton jetën edhe nuk mendon për frikat e Absolutisht, tua. në maksimum, po, por që prap, nuk në kokën time nuk ekziston ideja se unë s'do jem nesër. Më thuaj arsyen për të cilën je ndar nga ishi. Është histori shumë e gjatë. Too Një complicated. arsye. Më arsyeja më e fortë. Mos përputhje. Karaktere, Se gjithmonë nuk përputhet ai shkret karakter. Mos përputhet, bre, duhet çkam përputhet. Mos ndryshon. Nëse doni karakter të përputhshëm, shkoni në përputhje. Dhe përputhuni. Eksakt. Cili është personi më i famshëm që ke në kontaktet e tua në telefon? Dua të ma tregosh ama. Show me the contact. Tash unë kam Elvana Gjatën. Okej. E kam. Kaq kishe, Mbaroj bazi. Mbaroj bazkati. Ecim. Por tani nga një gjë e kuqe do kalim një gjë që është një simbol me të kuqe. Me të kuqe. Pra Dhe që jo nuk është jam unë. dashuria. Skustiani. Tani do luajmë një lojë që është shumë e famshme, është F, marry, kill. Pra the F word, që ne mund ta bëjmë The S word. Date. Date, marry, kill. Unë do të vendos treshe të ndryshme nga djem shqiptar, të cilët janë të famshëm dhe ti do zgjedhësh se cilin do e vrasësh, me cilin mund të martohesh dhe me cilin do dilje në date. Let's go? Let's go. Treshe e parë, Lidrivula, Noizi apo Don Johnny. Kë do vrisje, me kë do martoheshe dhe kë do zgjidhje për date. Do kisha dal në date me Ledrin. Okej. Do isha... Kush ishin Noizi? Don Johnny dhe Noizi. Kë do Isha vras? martuar me Noizin. Okej. Dhe do kisha vrarë Don Johnin. Okej. Po e keni ju tani kështu. Çam. Tresha e radhës është një treshe e fort albanash. Alban Ramosaj, Alban Skënderaj apo Albano Bogdo. Apo, okej, Alban Ramosaj, Skënderaj. Tani, Alban Ramosaj e kam shok. Do kisha dalë në date. Okej. Do isha martuar me Alban Skënderaj, si ka dhënë provat që është burr shumë serioz. Është serioz. Dhe Bogdo do e vristja. Po nuk do doja kur ta vrisja, po. Por ja ku je. Do na mungonte humori. Dhe tresha e radhës dhe e fundit është Ylli Limani, Butrin Timiri apo Kapital Ti. Do kisha date
Kapitaltin. Okej. Adroldushin. We love Adrola. Do isha martuar me Yllin. Po. Dhe do kisha vrar Butrintin. Se s'është në shihet e tua Butrinti? Jo, nuk, jo se s'është, jo, Butrinti duhet bëj një këngë me mua që s'do të Nëse do të jetoj. Nëse do të jetoj. Lore, me që bëm këtë lojën me këngëtar të famshëm, a e sheh veten në të ardhmen qoftë në një lidhje, qoftë se bie në dashuri me dikë që është i famshëm dhe është në profesionin e këngës? Në ditën profesion me ty. Tani zemra e ka treguar veten që është shumë inteligjente. Kështu që s'do ndodhte. Që mos ndodhte sepse nuk do doja të kisha partnerin, nuk do doja ta kisha në treg. Ta kisha artist, por që se do vinte, mirë se të vinte. Vëzë të që konflikt interesi. Po s'ma do mëndja. Po ka diçka për Po njëri duhet dalin hije pastaj. Po, duhet të dalin hije njëri, po. Një mashkull që nuk është i përfshirë në botën e artit, sa mund të kuptonte ty si femër në radhë të parë dhe së dyti si artista? Po kjo nuk ka lidhje shumë me profesionin, sa ka lidhje me mentalitetin. Me botë kuptimin e personit, po. Edhe mundësinë, totalisht. Okej. Tani situata bëhet akoma më nxehtë sepse jemi në lojën e fundit dhe në lojën ku pak veta, pak të ftuar dalin gjallë nga ky program. A dikush vritet, dikush martohet, dikush digjet, sepse jemi në Caliente. 4 Po 4 4 që të djegin. Menduam 44, po tham. Atëherë, zbulo sot kush është kënga jote preferuar nga fituesit e kënga magjike dhe kënga që të pëlqeu më pak. Nga fituesit ndër vita? Po, ndër vita. Duhen të dyja përgjigjet ose përndryshe duhet ta shpejtësim. Pra, dhe kënga që të ka pëlqyer dhe ajo që ka pëlqyer më pak. Nga fitueset, më kujtoni pak. Atëherë ka fituar bileta e tunës? Jo, ka qenë në Top Fest. Ke për shembull Rozana Radin. 2 herë Rozana Radin. 2 herë Rozana Radin. Rozana do të them që s'm ka pëlqyer vjet, se mund të kisha fitu vet. Okej, më pëlqen. Po gjithë forma kështu. Po ajo që ka pëlqyer më shumë? Ajo që ka pëlqyer më shumë? Po më kujtoni ca fitues të këngës magjike? Atëre Flori, Neda Tarifa, kush ka qenë tjetër? Rozana Radin me këngën e parë, me atë mesazhin. Kemi Marcela Çibukaj, Aurela Gaçe. Ja 2 herë Aurela, 3 herë, më duket Aurela. Po, hape vetëm ti. Po, Aurela Gaçe. Të shapo. Jo, ka qenë të këngë magjike. Okej, Aurela në Amerikë. Aurela. Next pregunta. Atëherë, surprizë. Kjo nuk është pyetje për dënim. Merr në telefon një djalë të famshëm dhe folën në telefon duke lexuar tekstin e këngës Alo nga Samantha. Jo, Samantha. Ja ta nxjerrun tekstin këtu ta bëj gati që ta kesh. Apo e një këtë. Do ja thuash si bisedë normale pra jo këngë. Që mas shumë ti do. Alo. Jo, mos e këndosh. S'do ta këndosh. Kush është djali më i famshëm që ke në kontakte që mund ta marrësh? Famshëm? Bëmë këtë Babilonian. Do marr Alisin. Okej. Alisin fituesin e X Factorit apo jo? Okej. Ej, normal, bisedë normale. Çfarë do që ai thotë ti do i përgjigjesh vetëm me vargjet e këngës. Pse Alisin doli vetëm në WhatsApp? Para. Vetë se këtu afër të mikrofonit, po. Më goc. Alo. Më, si e? Apo e nin këtë zo? Am nina? Alo? Po të flet ajo. Nuk të mi, mërë plak. Që mas shumë ti të do. Aha. Po. Ajo. Se si ndihet ajo. Kesh mërë plak. Në jera e menon? A i mungon ajo? Kujt? Fol, ajo? Po. Ma ke këtë kohën mrapa. Është kona është për kasapë kjo? Je shumë largë! Ali, unë jam... Wow, je në emision. Jam në emision dhe vendosa ty që të më shpëtoje nga speci edhe të bëja një challenge që më dhanë çunat dhe gocat e WTF, që të përshëndesim. Hey, përshëndetje nga Andale.
Edhe më shpëtove jetën, kaq po them. Do isha përvoluar tani. Shqyr zot. E prisje, po kuptoje gjë apo? Absolutisht nuk e prisja. Po shpat nga kasapin nga Po kasapi ishe Samantës. Po, nice, rime, nice. Deri të putë, se flasim prap. Ciao, Alice. Përvashim Alice. E i super tip, Alice. O shumë në... E morë shumë sportivisht. Aha. Pa, jo shpat kasapit ishte Aha, shpat kasapi. Mirë, atëre, kalojmë tek pyetja tjetër. Okej, atëre. Zëra pranë vllajt të madh më kanë thënë se ti je balorja e parë e konfirmuar për edicionin e 5 të Big Brother VIP. Pranoje sot ose ha specin? Ne nuk dim gjë. Ajo flet ka ardhur me zogun. E Do me thë letra ishte brenda zogut. Lidhur te këmbë zogut. Erdhi plumbi këtu e solli e la iku. Tha që është e konfirmuar, ka mbaruar çdo gjë, kontrata. I ka vdek nona ti muhabetit. Tha plumbi. Pa, direkt mas këngës në Big Brother 5. Jo, un kam plan të mbyll këngën magjike dhe pastaj të vendos. Ftesa ka qenë. Jo, nuk e di a ka ardhur ftesa. Pastaj të vendosësh. Jo, ideja është këtu që po është një mendim. Ftesa më ka ardhur disa vite me radhë nga Big Brother, por nuk kam qenë gati. Edhe këtë vit nuk e di çfarë do bëj. Po pse të ka marrë kaq shumë kohë procesi mendimit? Po të është një gjë vogël. Është proces. Jo, nuk është se më kush më trëm? Mbyllja në një izolimi. Jo, nuk jam nga ato që them o bobo izolimi. Kur i dolëm Covidit, nuk e ke problem të shtëpia e Bigut. Që vjen dhe me ca benefite, nuk besoj që. Por që jo, jam në mendim e sipër. Okej. Pa nuk kemi ende të zyrtarizuar mendimin e Lores për Big Brother. Plumbit këtë, ç'a ju solli. Zbulo sot emrin një personazh të njohur që ka flirtuar me ty ose Aspecin. Babilonia. Ka tani të kënga magjike ndonjë ta ka shkel syrin. Për 12 pikë Zabi ka. Për 12 pikë ka shkel edhe të dy ndonjëri. Në mos syrin. Namin. Po jo më se s'ka pas. Haste flirtimesh nuk është fundi i botës. Po jo më s'po të, nuk po një ngacmim të vogël. Ja, më sa e bukur që një kompliment, po. Po gjithë thonë këtë. Po varet mënyra si ta thon. Pra. Atëra. Toni i zërit. Ai, kujt i dridhe i zëri kur ta thosh? Sa e bukur je bër. Sa e bukur. Jo, s'po më vjen asnjë emër në mendje, asnjë. Okej, do ta Specin atëherë, është shkruar. Po, s'është gjynata mbyllësh të rubrik pyetjen e fundit me Spec. Ngrën Spec. S'ka gjë se do të bëjmë mirë për kordat. Jo, prit, unë do ta gjej Gendisha. Gendisha? Jo. Gendisha ti e ke bërë të gjë? Po. Dhe nuk na ke thënë. Genti. Okej, pra. Genti pas gëshie. Sot disa çuna u sakrifikuan që të më shpëtonin mua nga Speci, kështu që Gendisha. Ja dole të mos haje Specin e votë first Lore. Ç'të bëjmë? Por ne u kënaqëm shumë me ty sot, nuk e di se sa u kënaqe ti. Pafund. Por përpara se ne të lëm të shkosh, e kemi traditë gjithmonë që i ftuari na këndon pak nga kënga e tij, aq më tepër me zërin tënd sot, na këndosh pak nga kënga jote e pjesëmarrëse në këngën magjike Amanet. Amanet. Po. Amanet në telefona, mos mi prish këto ndra. Jam me mirë, nuk po i lojna, pojna qef si tojna. Au! Je mrekullueshme. Je shumë e talentuar dhe ke një ndër zërat më të rrallë që kemi në industrinë e muzikës. Unë dëroj shumë sukses, ishte shumë kënaqësi dhe lart e më lart. Shumë faleminderit Lore, dhe shumë suksese dhe shpresojmë që të çojmë dhe në shtëpinë e Big Brother. Do ishte interesante të shikoni. Ndërkohë ju do na shihni ne të premte në radhës në orën 8:00 avazi përjavshëm WTF. Po para se ta mbyllim ç'a do themi? Ne për çdo gjë themi WTF. Pafshi. Ándale.